supozojmë do duhet edhe kushtet ekonomike dhe të gjitha aspektet sociale t'i kemi shumë më të mira dhe ka shumë qytetarë që kanë zgjedhur të shkojnë edhe në vende të huaja dhe të jetojnë, të ndërtojnë një jetë të re për shkak të pamundësisë për të zhvilluar jetë në Maqedoninë e Veriut dhe për këtë shkak edhe shumë Maqedonas mund të kenë hamendje nëse bëhet një referendum eventual, nëse do duhet të bëhet ndryshimi i kushtetuesës apo jo, pavarësisht se një klimë e përgjithshme apo një mendim i përgjithshëm tek ata deri në këtë moment më shumë ka treguar idenë që nuk duan që të lëshojnë pe në aspekt të çështjes së identitetit apo gjuhës, mirë po nëse do shtrohej pyetja për çështjen e ndryshimit vetëm të kushtetutës vetëm për futjen e bullgarëve, domethënë duke e kufizuar vetëm në këtë pikë, ndoshta do kemi pikë kthese do kisha thënë dhe maqedonasi do të pranonin që të bëj një gjë e tillë, pavarësisht se kryeministri gjatë gjithë kohës ka thënë që nuk është se kundërshton ndryshimin e kushtetutës dhe futjen e bullgarëve, por kërkon garanci që nuk do ketë kërkesa të reja apo nuk do ketë nevojë që të bëjnë sakrifica të tjera maqedonasit. Pra, përsëri dini që populli normalisht është i paparashikueshëm, mirë po të paktën nëse e llogarisim në atë se çfarë mbështetje ka patur VMRO-DPMN-ja në zgjedhje, duke e mbajtur këtë ide pezull të ruajtjes së gjuhës, identitetit apo duke kundërshtuar thjesht sakrifica të reja, ka marrë gjithat mbështetje elektorale apo gjithë ato vota dhe në këtë mënyrë nëse e masim thjesht tek disponimin tek qytetarët Maqedonas, atëherë mund të themi që ata ende nuk janë të gatshëm për ta bërë këtë hap apo për të votuar për ndryshimin e kushtetutës që do ishte hapi për hapjen zyrtare të negociatave, hapjen e kapitujve. Mirëpo nëse shohim nga ndonjë prizëm tjetër, sepse më vonë kishim kritikat shumëta, kishim edhe narrativat të tjera të cilët tregojnë se Maqedonia e Veriut mund të izolohet edhe më shumë nëse nuk pranon ndryshimin e kushtetutës apo thjesht nuk vazhdon, nuk përcaktohet në mënyrë të saktë drejt Bashkimit Evropian, atëherë mund të kemi ndoshta edhe ndikime të tjera apo edhe ndryshim të mendimit të qytetarëve gjatë rrugës dhe mund të kemi edhe ndoshta eventualisht nëse mbahet referendum, pavarësisht se kryeministri ka thënë që nuk janë kushtet apo thjesht nuk pranon që të bëhet një referendum. Pra sot maqedoncit në matje që janë bërë nuk është se ka ndonjë aspirant madhe për të bashkuar Bashkimit Evropian. Po kuj duan t'i bashkojnë? Po, nëse shohim në atë aspekt, po, thash prandaj ju referova edhe zgjedhjeve, sepse në këtë mënyrë faktikisht ata kanë mbështetur politikën e VMRO-DPMN-s apo retorikën e tyre që është duke kundërshtuar faktikisht ndryshimin e kushtetutës, nuk janë plotësisht kundër hyrjes në Bashkimin Evropian, por janë të dëshpëruar nga pritjet e shumta për të bërë pjesë pra e kësaj aleance të madhe. Nuk është, domethënë, thjesht ka patur qëndrime të ndryshme nga aspekte të ndryshme që janë lidhur me integrimin në Bashkimin Evropian. Pra, ndryshe është kur je i dëshpëruar dhe nuk pret, domethënë shumica nuk presin që do të integrohemi së shpejti, por nuk është që janë kundër që të integrohemi në Bashkimin Evropian. Ndërsa në kampin shqiptar normalisht është situata më e pastër apo më e qartë, dije që shqiptarët kanë qenë gjithmonë për të integruar në Bashkimin Evropian dhe thjesht në këtë rast po e mbajnë barrën e maqedonasve të cilët nuk kanë pranuar që të bëjnë këto ndryshime dhe thjesht të gjithë kemi psuar. Por duke